Disa punojnë se nuk kanë çfarë bëjnë, duan të kalojnë kohën e tyre të lirë, disa të tjerë se është mënyra e vetme për të mbijetuar. Si kemi situatën në Shqipëri si fillim? Përgjithsisht do thënë që janë rreth si numër, janë sipas statistikave diku te 19.000 pensionistë të punësuar. Do më thënë që vazhdojnë të jenë në krye të punës dhe pas daljes të moshës së pensionit. Sidomos përgjithsisht janë për nevoja jetike, pasi nuk arrin të mbulojnë shpenzimet e tyre thjesht me pensionin i cili do thënë që është minimal akoma në këtë vend. Dhe ato janë bërë disa projekt ligje dhe po tentojnë disa manovra të reja për t'i mbështetur këtë fash pensionistët në punë. Dhe një nga projektligjet e reja që është dalluar kohët e fundit, i cili është propozuar nga një deputet i Partisë Demokratike, Iglicare, i cili dhe është akoma duke u diskutuar në komisionet ndërqeveritare për të përjashtuar nga pagesa e kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore këtë fash, pra pensionistët që janë akoma në botën e punës. Pasi këta vazhdojnë akoma sipas ligjeve tatimore që janë në funksion në shtetin shqiptar, vazhdojnë akoma të pagojnë kontributet nëse vazhdojnë të punojnë. Dhe këto kontribute, pjesa më e keqe është se nuk futen në llogaritje të pensionit final në momentin që ti nuk do të punosh më. Pra, është i ikur dëm. Dhe është propozuar kjo nismë, por edhe kjo është me një kod kufizuar për 4 vitet e para të punës pas pensionit të përjashtohen nga kontributet. Do parë se si do eci, ka pas pak vështirësi në komisione, pasi nuk është pranuar, dhe biles janë propozuar nga deputetët e Partisë Socialiste disa alternativa të tjera për të hedhur poshtë këtë propozim. Dhe do parë se si do funksionojnë. Për të dashur është shumë e nevojshme, e kanë shumë të nevojshme. Çfarë do lloj ndihme, shtesë pensionistët e kanë të nevojshme. Pasi kemi thënë gjithmonë, kontributin e tyre në shoqërinë ata e kanë dhënë dhe nuk mund të janë fasha më vulnerabël e shoqërisë dhe nuk mund të jenë fasha më e abandonuar e shoqërisë. Pasi një pensionist i abandonuar ose i lënë pas dore bëhet barë edhe për pjesëtarët e tjerë të familjes që janë aktiv dhe s'kam se të jetë barë një person që ka punuar të jetën, por do të ketë një dignitet në mënyrë e jetesës dhe në kushtet e jetesës. Elona, ndërkohë, nëse flasim për përfitimin fiks, pra që mund të marrë një pensionist që punon më vonë, ndoshta atë pagesën që ai supozohet që një pjesë shkon për siguracione, një pjesë arrin ta marrë vetë, ndoshta mënyra e dur do ishte që të gjithë ta marrë vetë, apo të jetë ndoshta ai pensionisti përgjithësi merr rrogën bazë atë që ka folur në fillim dhe thjesht nuk paguhen siguracione. Si mendohet të jetë, paktën çfarë shkon në xhepin e pensionistit? Jo, është mos të pagoj, mos të rëndoj pagesa kontributeve përderisa nuk llogaritet më dhe si shtesë për pensionin e mëvonshëm. Ose nëse do paguhet, të rillogaritej pensionit, jepet kjo e drejtë shtesë. Dhe në fakt është pëlqyer shumë si nisë nga të gjithë pensionistët që punojnë dhe po e mirëpresim që të kalojë dhe që të bëhet ligj. Gjithashtu do thënë një lajm tjetër i mirë për pensionistët është indeksimi që do të fillojë në një korrik. Këtë herë më herët se indeksimi është një detyrim ligjor i përvjetshëm, indeksimi i pensioneve, është shitur si rritje e pensioneve, por në fakt është indeksim. Indeksimi që si vjet në korrik do të jetë në një shkallë pak më të lartë për t'u përafruar dhe pjesës së rritjeve të çmimeve, pra inflacionit. Është menduar një rritje në pension të 4% për pensionet qytetare dhe 5% për pensionet rurale. Pra dhe kjo është një lajm, mund të themi, i mirë dhe i mirë pritur. Gjithashtu shteti ka marrë një nisëm të re për pensionistët italian, për të tërhequr pensionistët italian nga shteti fshin që të vinë të jetojnë dhe të bëjnë rezident në Shqipëri. Çfarë ndodh me pensionistët italianë në Shqipëri? Është menduar një tatim zero. Pra, këta të përjashtohen komplet nga tatimi mbi pension. Në fakt, pasi në Itali këta paguajnë ndryshe nga ligji shqiptar, një pensionist italian paguan tatim mbi pensionin që merr në Itali.
shteti shqiptar ka menduar që për të përthithur këtë fash në Shqipëri, emigrantës në Shqipëri, ka menduar që ta mënjanon pjesën e 15% të tatimit mbi të ardhurat që do duhet të pagonte një i huaj që do të vijë rezident në Shqipëri. Në rast me pensionistëve italian, ky tatim do të jetë 0.